për sa I përket të gjithë toneve që raporti ka, duhet edhe ti sërëm shqiptarët që raportet nuk bën më kot. Pra, raportet pa diskutim që duhet të nxjerren pa pikat e dobta të asaj çfarë ti ke bërë deri në atë pikë, ndoshta edhe për të dhënë mesazhe të forta, por nga ana tjetër edhe për të qartësuar pozicionin që Shqipëria ka sot të drejtë rrugtimit për Bashkimin Evropian, sepse të ishte kaq e thjeshtë dhe të ishte e thënë më shqiptar që kaq fush me lule, e sigurt që Shqipëria do mundet ta kishte arritur pak më parë, duke qenë se edhe dashamirësia e vetë Unionit përkundrejt Ballkanit Perëndimor ka ekzistuar vitet e fundit. Pra ne kemi një mesazh dashamirësie për zgjerim në rajonin tonë. Dhe duke qenë kështu, mund të kishte arritur më parë. Janë pikërisht të pikat kyçe që ne na kanë lënë për të mos e arritur akoma këtë projekt ambicioz, do thoja unë. Nuk dua të them sot se gjithçka lidhet me reformat tona është pa diskutim në perfeksionin e vet. Ato kanë ngërçet e veta, kanë hendeshjet e veta, për shkaqe që sot edhe dihen edhe s'dihen, megjithatë ajo që unë mendoj që ne duhet të angazhohemi më tepër është pikërisht lidhja me qytetarët. Procesi në të mirë apo në të keq ka marrë një rrjedh në të cilën tashmë po vazhdon. Por qartësimi I qytetarëve mbi procesin, unë mendoj që është një mungesë sot që për shkak të mungesës informacionit, për shkak të pa diskutim edhe mungesës ndoshta të arritjes të kuptuarit të një pjesë të mirë prej qytetarëve tanë se çfarë do të thotë në realitet Bashkimi Evropian dhe çfarë do të thotë në realitet të kapër standardet e Bashkimit Evropian dhe për t'i kthyer ato pastaj në stil jetese, kjo mendoj që do të jetë sfidë edhe më e fortë, edhe më e vështirë se sa kalimi I rekomandimeve të raportit. Disa pyetje flesh në këtë drejtim. Qëndrojmë këtu te kjo që ju sapo përmendët. Kujtoj që rasti I vendeve balltike për shembull apo de Kroacisë fqinje, në momentet që ato kanë qenë afër hyrjes në Bashkimin Evropian, ka qenë një skepticizëm I rritur. Gati gjysmë e popullatës kanë qenë kundër hyrjes në Bashkimin Evropian. Për arsye nga më ndryshme, për arsye se kanë kaluar në një perandorin tjetër, në një farë mënyre, për arsye të shndërtimit e tjera elementeve të tillë, por edhe për shkak të rritjes së kostove. Që qytetarët kuptuan që do kishin me hyrjen në Bashkimin Evropian. E njëjti debat ka qenë për vendet që hyn në Eurozonë. Kujtoj këtu Greqinë e Italinë, që kemi afër, pra kanë minadra mia dhe lireta në Eurozonë, solli shumë kosto për qytetarët e këtyre vendeve, ndërkohë që në Shqipëri vetëm kremtohet hyrja në Bashkimin Evropian, kemi një në nivelet më të larta të eurooptimizmit. A mendoni domethënë se qytetarët nuk janë përgatitur mjaftueshëm shumë bizneset e vogla, impaktin që ato do kenë, fermerët, etj. Në mendimin tim, gjithë vendet që ju përmendët kanë pasur dinamikat e tyre të shtrira dhe në kohën kur kanë ndodhur. Unë mendoj se në dekadën që jetojmë dhe absolutisht edhe në vitet që po jetojmë, e mendoj realisht se për Shqipërinë do të jetë më I thjeshtë kapërcimi për Bashkimin Evropian krahasuar me momentet kur po themi edhe nëse flasim në aspektin ekonomik, dinamika midis euros dhe lekut ka një dinamik të kënaqshme për sa I përket konvertimit sot që flasim për rrugën për Bashkimin Evropian, nga ana tjetër digitalizimi që Shqipëria ka bërë dhe ka qenë pararoj në fakt në këtë aspekt, dhe këtu nuk I qasem vetëm portali shtetëror I Albania, por e kam shumë të shtrirë edhe në aspektin institucional, flas për kadastrën, flas për mënyrën se si sot aplikohet në prokurimet publike. Diella është një gjykatë kushtetuese ndërkohë. Mirë, do presim se çfarë do thotë. Për prokurimet publike, pra edhe fakti që kemi një digitalizim të gjithë sferës, mendoj që dhe kjo ka ndihmuar shumë e para që qytetarët të fillojnë edhe të njihen pak më proceset më moderne dhe më të standardizuara që Bashkimi Evropian pastaj do t'i kërkojë me dojë mos. Nga ana tjetër, mendoj që të gjitha skemat dhe mënyra se si po qëndrojmë pak këtu se kjo është e rëndësishme. Sot po lexoja për shembull që shoqata autobusëve në Tiranë kishte ngritur dhe kishte folur për kostot shtesë ato do kishin në instalimin e posteve, pra për kartat e kreditit. Dhe thoshin që vetëm kjo do kishte një kosto prej 30 lekësh, ndërkohë që bileta është 40 lekë sot që flasim. E njëjta gjë kishte ndodhur me furrat e bukës. Pra kishin ngritur dhe për shifra aq të vogla, kosto është shumë e madhe dhe mbi të gjitha do I faturohet konsumatorit. Dhe ajo që ngrihet si pikë pyetje nga disa kolegë të medias është a janë të mjaftueshëm të informuar parlamentarët kur votojnë projekt ligje të tilla, të cilat kanë një kosto të drejtë për drejtë dhe impakt te qytetarët, se në fund ditës nemi ju jeni për të shërbyer qytetarëve apo jo. E kuptoj pyetjen edhe me të drejtë na e bëni, por besoni që e kuptojmë shumë mirë dhe vetëm pse e kuptojmë shumë mirë, kjo është arsye pse jemi shumë pro, sepse ka një dinamik. E vërtetë është që do të ndodh një konfuzion I vogël. Unë e pres
patjetër që mund të ketë sektor më të revoltuar dhe mund të ketë sektor të cilët do mund të kenë edhe revoltën e tyre të brendshme për ndryshimin. Mos harrojmë asnjëherë se ne si shqiptarë nuk jemi shumë pro ndryshimeve, edhe kulturalisht